por punësimi nuk është rrit. Njerëzit kanë emigruar jashtë, nuk janë mund shifra sepse kanë shkuar jashtë. Disa çështje teknike. Po vazhdon ende vit pas viti me fondin zhvillimor për komunat në veri. Kjo kur është bë para 10 viteve, 2-13 viteve tash, është bë për shkak të problemeve që kanë ekzistuar atëherë në veri dhe është bë që më ndihmu atyre komunave. Tash e keni Ministrinë për Zhvillim Rajonal, ju duhet mi kthy fondet në mbështetje të komunave jo përmes instrumenteve të tilla, po mi kthy në buxhet të rregullt. RTK-s ja keni lënë buxhetin të pandryshuar prej vitit 2021 e këndej, 8.6 milion euro. E vazhdoni me programin e ringjalljes, nuk po ndalem këtu. Ti nëse thu që ke pas rritje ekonomike më të madhe në rajon, si ka mundësi që ende e ke në buxhet programin e ringjalljes ekonomike. Dhe një element tjetër, punësimin në sektorin publik nga viti 2021 në 26 është rrit për 5.400. 4.100 për i tyre janë në institucionet qendrore, jo në për komuna. Dhe nëse i shek ku janë këtu, nuk janë në arsimën shëndetësi. Rritja e punësimit në arsimën shëndetësi është jo signifikante, shumë e vogël. Krejt janë në për institucionet të ndryshme. Tash edhe rritja e qeverisë ta reflekton këtë çështje. Ndërkohë që ju keni qenë më të zëshmit për uljen e punësimit dhe stabilizimin e punësimit në sektorin publik. Një element tjetër, struktura buxhetit, u diskutu disa herë, është përmbys raporti shumë i mirë që ka ekzistuar në kaluamën, në mes shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve rrjedhëse në kuadër të buxhetit. Kjo është përmbys komplet dhe ja po shohim efektin. Po jap një element, krenoni me atë programin Superpuna. Në vend që me pas tamam politika për promovim të punësimit përmes politikave industriale. Dhe ja argumenti. Papunësia, ka ra në 12 ose 10%, por punësimi nuk është rrit. Njerëzit kanë emigruar jashtë, nuk janë mund shifra sepse kanë shkuar jashtë. Okay? Pra nuk i ke tek shifrat e punësimit, ata që nuk i ke tek shifrat e papunësisë. Fshatrat të tëra janë zbrazur në vitet e fundit. Me borxhin publik, ju thuni që bëmani në kontroll, por realizimi i projekteve të borxhit është zero, në nivele shumë të ulta. Të premten që shkoj, e kemi miratuar një kredi për arsim. A dini për çka keni marrë kredi? Me përgatit regulativën për arsimin parashkollor, me ndërtu disa qerdhe dhe me ju dhënë kupona familjeve për me qu fëmijët në qerdhe. Krijon përshtypjen se jenë me një vend të Afrikës ku i kemi problemet elementare. Po një qeveri që s'mundet vetë me ndërtu qerdhe, edhe me financua të qerdhe, çfarë qeveria ajo, çfarë rrugë bën, çfarë zhvillim ka ajo qeveri. Prandaj, të nderuar koleg, unë propozoj dhe besoj që është plotësisht arsyeshme që ky buxhet të tërhiqet, të reflektohet struktura e re e qeverisë, të reflektohen orientimet programore, cilët së bashku me programin e qeverisë, të përfshihet programi, buxheti i komunës së Prishtinës dhe i komunave tjera që i kanë miratuar me vonesë buxhetet e tyre dhe të siguroheni që në këtë buxhet i ri që vjen në kuvend të reflektohet komplet programi i qeverisë për komplet mandatin sepse është buxhet 2026-2028. Kështu si është i pa përmirësueshëm, nuk përmirësohet me amandamente që mund të bëjnë deputetët gjatë 2 lezimeve. Faleminderit.